Allahu Azza wa Jall për ma tregu se çfarë pozite ka ky pejgamber, që njerëzit flasin pa e motur dhe pa i rregullu gjuhat e tyre, çfarë pozite ka. Allahu kur folke për pejgamberet e tjerë, nëse këni Kurani keni me gjetë, Allahu tha ja Adem, o Adem, ja Nuh, o Nuh, ja Ibrahim, ja Isa, ja Zakaria, ja Yahya, krejt e tërë kjo, o Yahya, o Ibrahim. Pejgamberet e tjerë i ka thirrë kështu Allah Azza wa Jall, ndërsa në Kur'an nuk gjoni dikun që Allahu ju ka drejtu Muhammedit alayhi salatu wasalam i thonë ja Muhammed. Në Kur'an nuk gjon, po në Kur'an e gjon ja ayuhan nabi, o ti pejgamber, ja ayuhar rasul, o ti i dërguar, ja ayuhal mudaththir, o ti i mbuluar. Kështu ki me gjetë në Kur'an. Allahu e thirë me nufkat dhe me emrat më të mirë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, dhe nuk i drejtohet që ka drejtu pejgamberve të tjerë. Pejgamberet e ke du t'i dojmë, as një pejgamber nuk kemi të drejta më hujmë, kerej du të me i dosht, por dashuria ndaj pejgamberit tonë Muhammed sallallahu alaihi wasallam është e veçantë, se e veçantë është tek Allahu Azza wa Jall, edhe tek na është e veçantë. Allahu Azza wa Jall kur folke për pejgamberet e tjerë, foli për Ibrahimin alayhis salam, çka tha? Kur janë nisi po ja përmend tiparet edhe cilësitë e mira të pejgamberëve të mëhershëm. Janë nisi për Ibrahimit, po ja nisi tha inna Ibrahime la halimun awahum munib. Tha Allah Azza wa Jall, Ibrahimi alayhis salam ishte i butë, i dhimbshëm, edhe i u kthejke shumë Allahut Azza wa Jall. I butë, i dhimbshëm, ja përmeni një dy prej tipareve të tij. Ndërsa kur foli për Ismailin, tha innehu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Se Ismaili ishte njeri e mbonte fjalën, ja përmendin një tipar Allahu, e mbonte fjalën i sinqert dhe ishte rasul dhe nebi. Për Ismailin alayhis salam, kur foli për Ejubin, veç disa i kam përmendur, po i përmendi. Kur foli për Ejubin, çka tha? Tha inna wajadnahu sabira, ni'mal abdu innahu awwab. Na Ejubin alayhis salam, një pejgamber, na e gjetëm një njeri që ishte shumë i durueshëm, edhe një njeri që ishte shumë që u kthejke dhe u pendejke tek Allahu Azza wa Jall. Ja përmeni pak tipare. Ndërsa Allahu Azza wa Jall vetë ky kur flet për pejgamberin ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam, për më na tregu se çfarë pozite ka ky njeri tek Allahu, çka tha për to? Tha wa innaka la ala khuluqin azim. Ti o Muhammed je në moralen e pjedestalin, atë kulmin e moraleve të mira krejt. Ja përmeni krejt Muhammedit shumë tha. Në kulmin e moraleve të mira tha ti je. Pejgamberëve të tjerë përmeni një, dy, nështë tri, apo e vrini, më na boni me shenjë Allahu, se ky pejgamber është i veçantë.